Policia e Qarkut të Vlorës po kalon një fazë të rëndësishme riorganizimi e cila ka sjellë ndryshime të shumta në drejtimin e strukturave kryesore të uniformave blu. Pas emërimit të drejtorit të ri të policisë së Qarkut, Edvin Dreu, ka nisur edhe lëvizjet në nivelet drejtuese, me synimin për të rritur efikasitetin e punës dhe për të garantuar një menaxhim më të mirë të rendit dhe sigurisë publike. Ndryshimet vinë në një periudhë mjaft të rëndësishme për Vlorën, e cila gjatë muajve të verës përjeton fluks të madh të turistëve vendase të huaj. Për këtë arsye, drejtuesit e rinj do të kenë përgjegjësinë për të koordinuar punën e strukturave policore në një nga sezonet më intensive të vitit. Një nga emërimet më të rëndësishme është ai i Veli Alliut, i cili është komanduar në detyrën e shefit të komisariatit të policisë. Alliu është një emër i njohur në radhët e policisë së shtetit, me eksperiencë të gjatë në strukturat e uniformave blu. Ai do ta ushtrojë këtë funksion me komandim deri në përfundimin e procedurave për emërimin e shefit të ri të komisariatit. Burime pranë policisë së Vlorës bëjnë me dije se komandimi i tij synon të sigurojë vazhdimsinë e punës dhe funksionimin normal të komisariatit në një periudhë kur kërkohet angazhim maksimal për përballimin e problematikave që shoqërojnë sezonin turistik, si dhe menaxhimi i fluksit të vizitorëve, garantimi i rendit publik dhe reagimi i shpejtë ndaj çdo situate. Ndryshime të rëndësishme janë bërë edhe në strukturat e policisë rrugore. Ariona Lushani është emëruar shef i ri i policisë rrugore të Qarkut të Vlorës, duke zvendësuar në këtë detyrë Bledar Metajn. Megjithatë, Metaj nuk largohet nga strukturat e policisë së Vlorës, ai është caktuar në krye të komisionit të patentave, një detyrë që deri më tani mbahej nga Kiçopata. Ky i fundit rikthehet sërish në funksionin e shefit të rendit, një pozicion të cilin e ka ushtruar edhe më parë, duke sjellë përvojën e tij nga sektorët më të rëndësishëm të policisë. Pas emërimit të drejtorit të ri të policisë së Vlorës, tashmë lëvizjet edhe në disa sektorë të rëndësishëm të kësaj drejtorie. Më së shumti duket se janë lëvizje paralele të shefave të ndryshëm brenda drejtorisë vendore të policisë së Vlorës, ndërsa është komanduar edhe shefi i komisariatit, i cili do të qëndrojë në këtë detyrë deri në emërimin e shefit të ri. Ky riorganizim konsiderohet pjesë e një reforme më të gjerë në drejtimin e policisë së Qarkut të Vlorës, e cila synon forcimin e strukturave drejtuese dhe përmirësimin e koordinimit me sektorëve të ndryshëm. Burime pranë uniformave blu bëjnë me dije se ndryshimet nuk pritet të përfundojnë me kaq. Në ditët dhe javët në vijim, priten edhe lëvizje të tjera në nivele drejtuese në kuadër të ristrukturimit të policisë dhe përshtatjes së saj me kërkesat e sezonit veror. Vlora është një nga qarqet me ngarkesën më të madhe gjatë muajve të verës, ku përveç banorëve, numri i turistëve shumë fishohet. Kjo sjell rritje të qarkullimit të automjeteve, fluks në akset rrugore, si dhe nevojë për prezencë më të madhe të policisë në zona turistike dhe plazhe. Për këtë arsye, drejtuesit e rinj pritet të kenë një rol kyç në organizimin e shërbimeve policore, në koordinimin e patrullimeve, kontrollin e qarkullimit rrugor, si dhe marrjen e masave për parandalimin e ngjarjeve kriminale dhe garantimin e rendit publik. Riorganizimi i policisë së Qarkut të Vlorës synon të krijojë një strukturë më funksionale dhe më efikase, e aftë për t'u përgjigjur sfidave të sezonit turistik dhe për të ofruar më shumë siguri për qytetarët dhe vizitorët që zgjedhin Bregdetin e Vlorës gjatë kësaj vere.